Vazhdojnë rastet makabër ku shqiptarët e kallëzojnë forcën me fana si një kloshar në komente që të ke edhe unë e kësha therë në atë vinin e kalume, të cilin fatmirësisht për Zotit vendosi më kërcënu edhe mu, edhe do të akona shpejt në gjykat me të, edhe do t'ja u bëj një video shumë të bukur të kene me pa t'y kajt qatë njeri, kene me pa qatë trimin e tastaturës, t'y kajt, ja kallëzoj për gjykatës, policia tashma veç e ka gjetë përmes IP-s ku jeton, dhe shpejt në atherat në termine, si do që tjetë. Një rast tjetër makabër, dy shoqe një Kosovar në Zvicër e ka vrarë bashkëshortën e vetë dhe pastaj edhe vetën në një fshat në Zvicër, si pas gazetës, këtu është telegrafi, po si pas gazetët La Liberte, flitet që ka gjujt me armë zjarë njerë jashtë, pastaj ka hyjë mrena, e ka myt gruan edhe vetën, trimat, do më thonë, vedin, kash kanë trimat, i kanë, që si trimat, se që e në komente, ku që shkoj me hongër qaj, që si trimat, që i qesin dërë, që kisha ati kush janë ana, edhe forcën e kanë me gra, therru me gra, mytu me gra, rrell me gra, rranu më në herë, shkoni më atje Mitrovic ju presin shpulla gojës, Mitrovic Zvreut, hajt shkoni. Po e një tuca, e një qkulana, e një dhivqa, me gra rrejnë e myt një ju, ka qam ju bo, myt një gra sa të mëni, se ka që mëni, të lësharë, dëpsira, shpifsira.